Gëzuar një qeshoren. 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 Në ditën botërore të fëmijëve dhe fëmijët në qytetin e Shkodrës gëzuan mes lojrave, muzikës, pikturës dhe aktiviteteve të tjera të shumta që kishte realizuar Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Shkollën Miqësia dhe ABC. Në kuadrin e një qershori, ditës fëmijëve, ne kemi organizuar një aktivitet për fëmijët e qytetit me titull Hajdini të luajmë si dikur. Janë lojrat e vjetra të fëmijëve, të cilat vinë përmes disa shkollave të qytetit, lojra të ndryshme vinë këtu sot në sheshin Parabashkisë. Krahas kësaj ka edhe muzikë, ka edhe ekspozit pikturet. Bashkia e Shkodër ka organizuar një aktivitet të vogël, që në fakt është titulluar aktiviteti Dita e Fëmijëve, Dita e Ngjyrave. Ky aktivitet konsiston në që fëmijët e shkollave nëntëvjeçare do vizatojnë në të lirë për qytetin e tyre, ëndrat e tyre për qytetin, çfarë i mungon në qytetin e tyre, në lagjen e tyre, në shtëpinë ku ato jetojnë, kudo pranë për qytetin e Shkodrës, dhe urojmë që pikturat e tyre do të përdoren për fundvit, për festën e fundvitit, mund të përdoren për 20 nëntorin si dita të drejtave të fëmijëve, që bashkia do i përdor patjetër. Fëmijët performuan muzikë për fëmijët, ndërsa dhe pikturuan atë çfarë u mungon apo do donin të kishin në qytetin e tyre, dëshirat të cilat në vazhdim Bashkia e Shkodrës do i ketë parasysh për t'i realizuar.